Një operacion I gjerë policor ka nisur në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në qytetin e Vlorës, ku forcat speciale Renea, FNSH dhe hetuesit e BKH-s kanë zbarkuar në zonën e ujit të ftohtë. Nën koordinimin e SPAK, rreth 40 efektiv kanë blinduar rrugët duke monitoruar zonën edhe nga ajri përmes dronëve, në ekzekutim të 7 urdhër arresteve të lëshuara për krime të rënde. Sipas të dhënave të para, ky aksion lidhet drejt për drejt me zbardhjen e vrasjes së Gentian Qarit, ngjarje ndodhur më 6 shkurt 2021 në lagjen 29 nëntori. Qarri, I cili kishte vuajtur më parë një dënim me 15 vite burg në Itali për trafik droge, u ekzekutua me breshëri Kallashnikovi nga një automjet në lëvizje, pranë bibliotekës së qytetit. Në shënjestër të prokurorisë së posaçme, janë emra të njohur të botës së krimit në Vlorë. Burime paraprake bëjnë me dije se mes personave të dyshuar për përfshirjen e këtë atentat janë Flodian Plaku, I njohur me nofkën Pole Qorri, si dhe Ines Hajrulla dhe Ervis Matodoshaj. Plaku, I cili u arrestua vitin e kaluar në Orikum, konsiderohet si një figurë kyçe e trafikut të drogës dhe I përfshirë në ngjarje të tjera të rënda, si vrasja e Gentian Betjes në Larushk. Operacioni është ende në vijim dhe forcat speciale po ushtrojnë kontrolle në disa banesa dhe objekte në zonën bregdetare.